Unë dua ta them këtë shumë qartë, pa drama dhe pa keq kuptime. Nuk kam asnjë pëlqim për kushtrimin. Nuk më tërheq, nuk më ngjall interes dhe nuk kam asnjë ndjenjë që shkon përtej respektit njerëzor. Këtë ja thash Albës drejtë në sy, sepse nuk jam nga ata njerëz që luajnë me ndjenjat e të tjerëve apo lënë gjëra pezull vetëm për lojë. Në këtë shtëpi, çdo buzëqeshje interpretohet si flirt, çdo bisedë si interes, por unë nuk funksionoj kështu. Nëse diçka nuk e ndjej, nuk kam pse ta shtirem. Nuk kam pse të ushqej shpresa të kota apo të hyj në një histori që nuk më përket. Për mua, sinqeriteti është shumë më i rëndësishëm se çdo strategji. Kur i thash Albës po të duash, mere ti, nuk e thash me ironi apo për t'u tallur. E thash sepse dua ta mbyll çdo keq kuptim. Nëse dikujt i ecën me kushtrimin, i uroj fat. Por mua nuk më ecën. Dhe nuk është faji i tij, as i imi. Është thjesht mungesë kimie, mungesë tërheqjeje, diçka që nuk imponohet dhe nuk mësohet. Nuk dua që emri im të lidhet me dikë vetëm sepse jetojmë në të njëjtën shtëpi. Nuk dua të bëhem pjesë e një historie që nuk e ndjej, vetëm për të pasur vëmendje apo për të krijuar një narrativ. Big Brother është lojë e fortë, por ndjenjat nuk janë pjesë e skenarit tim. Alba mund ta marrë këtë si të doj, por unë nuk kam ardhur këtu të konkuroj për meshkuj. As të matem me askën për simpati. Kam ardhur të jem vetja. Dhe vetja ime nuk e sheh kushtrimin si partner, as si mundësi romantike. Kaq e thjesht është, nëse kjo i duket dikujt e ftohtë, e drejt për drejt apo pa takt, unë e pranoj. Më mirë e vërteta që dhem pak, se sa shpresa që gënjen shumë. Sepse jashtë kësaj shtëpie, njerëzit mbajnë mend jo sa flirtove, por sa e drejt ishe. Unë nuk jam këtu për t'i marrë diçka askujt, as për t'i aprishur lojën. Jam këtu për të ruajtur kufijtë e mi. Dhe një nga këta kufi është kjo, nuk hyj në histori që nuk më përkasin. Kushtrimi nuk më tërheq, nuk kam pëlqim për të, dhe kjo nuk do të ndryshoj vetëm sepse dikujt tjetër i